Fraktura 2025 është ekspozita e sapo çelur në Muzeun Kombëtar të Përgjimeve Shtëpia me Gjethe, aty ku janë mbajtur peng shumë shpirtra të lirë. Nëpërmjet elementeve të ndryshëm artistik përshkruhet se si frakturat e krijuara për ideologjive nuk mund ta anashkalohen, përkundrazi ato mund ta analizohen pasi krijojnë një frakturë në gjithë shoqërinë. Me materiale audiovizuale, objekte të ripërdorura e performanca të ndryshme, çdo cep i muzeut bën një pikë takimi midis historisë së artit. Kurimi i ekspozitës është realizuar nga Elton Korritari, i cili ka sjellë një edicion të ri të projektit Fraktura pas ndërhyrjes artistike në Ishburgun Kamp të Spaçit. Ky projekt hedh dritë mbi temat e kontrollit, manipulimit, vëzhgimit e censurës, si dhe qëndresën e kujtesën për ngjarjet e së kaluarës, duke ofruar gjithashtu reflektime mbi të tashmen. Ekspozita Fraktura 2025 ofron një mundësi unike për të analizuar e kuptuar thellësisht ndarjet dhe ecuritë e shoqërisë shqiptare përmes artit dhe historiografisë. Ajo jo vetëm e ndihmon publikun që të kuptojë kompleksitetin e së kaluarës, por gjithashtu i inkurajon ata që të reflektojnë mbi të drejtat e njerëzit dhe mbi aktualitetin. Ky ishte një material i shkurtër i përgatitur nga Andi Kurti për të na futur në temë dhe për të folur për këtë ekspozitë krejt të veçantë që është çelur në Muzeun e Shtëpisë me Gjethe. Aty ku diku survejoheshin shqiptarët, sot bëhet art. Ardian Yusufi, mirëmbrëma, kënaqësi që të kam në studio. Një nga artistët pjesëmarrës në këtë ekspozitë. Një ekspozitë e cila synon të merret me frakturat e shkaktuara nga ideologjitë. Për çfarë frakturash është fjala dhe cilat janë ato ideologji që i shkaktojnë këto fraktura që gati shndërrohen në trauma? Së bashku me Elton Korritarin, është viti i dytë që ne kemi iniciuar një nismë që do vazhdojë. Fraktura është frym, është qëndrim, është aktivizëm dhe nga Spaçi që së bashku me Fatos Lubonjë një vit më parë kemi realizuar atje frakturën duke sjellë jo vetëm një ekspozitë si ndërhyrje artistike, në fakt nuk janë ekspozita në kuptimin e thatë fjalës, po janë ndërhyrje artistike që ne i bëjmë në kuptimin e saj specifik në një hapësirë të caktuar, që ka një peshë historie, që ka një peshë, si thua, mbi politikën, që ka një sens reflektimi, që është shumë e rëndësishme kjo, dhe pas Spaçit sot me mundësinë që na u dha tek Shtëpia me Gjethe, që dhe aty padyshim ka një histori shumë interesante, sepse nga një fillimisht në kohën e Zogut ka qenë një shtëpi për të lindur, ka qenë marteniteti i parë për të lindur jetë dhe pastaj u përdor për 40-50 vjet për të shuar jetë. Kjo është një kontradikt të cilit ne e kemi reflektuar si artist, sepse janë disa artistë të cilët e kanë konceptuar veprat e tyre të mëparshme ose veprat që i kanë ideuar për atë hapësirë, duke dhënë shumë nga paqëndrueshmëritë tona. Në fakt, aty nuk flitet thjesht për të denoncuar kohën, aty flitet edhe për paqëndrueshmërinë që ka koha sot. Në këtë kontekst them që është një akt jo vetëm estetik, por është edhe një akt politik, sepse arti sot nuk ec vetëm nëpërmjet një estetike të thjesht pamore, po edhe nëpërmjet një aktivizmi dhe njëkohësisht ka qenë edhe një pjesë tjetër shumë e rëndësishme, guidat për fëmijë, të edukimit për fëmijë, të cilat ne i kemi prezantuar gjithashtu nëpërmjet një formati virtual, nëpërmjet një guide e cila ndihmon shumë nga fëmijët, po edhe familjet deri tek të rriturit, për ta kuptuar në mënyrë të thjeshtë. Çfarë ka ndodhur me kohën dhe si duhet ne të reflektojmë në kohë. Sa e vështirë është të flasësh fëmijëve apo të mësosh se çfarë ka ndodhur në periudhën e diktaturës? Aq më tepër që në Shqipëri në këto 35 vite ne kemi parë që ka munguar ndërgjegjësimi, po ka munguar ndoshta edhe vëmendja institucionale për ta bërë këtë. Beti fatkeqësisht metodologjia që përdoret edhe sot përsa i përket komunikimit edhe të nxënjes së fëmijëve është një metodologji komuniste në një farë mënyrë. Pra, vazhdon deri diku që neve mos të kemi një qasje të perëndimit apo një qasje ashtu siç bota, domethënë e afron fëmin përballë një historie të caktuar dhe në këtë rast një historie të afërt siç është diktatura. Në këtë kontekst ne jemi munduar të krijojmë një grup pune, të cilin patjetër ta ketë kokën nga edhe qasje nga bota, sidomos nga vendet si Italia, Franca, të cilat e kanë formën didaktike shumë të thjeshtëzuar, po dhe shumë afër konceptit
të një lloj zbavitje për ta mësuar gjën. Pra nuk duhet jemi me ato bardhëzit e forta përballë edhe fëmijëve, po edhe edukimin në tërësi, po duhet të kemi një reflektim që të vijë në një mënyrë, domethënë, kaq organike dhe kaq soft, mund të themi, informacioni. Dhe pastaj edhe reflektimi mbi të, sepse të thuash didaktik nuk është vetëm të nxesh, po është edhe të reflektosh. Dhe në këtë kontekst ka disa lojra, domethënë në game në një farë mënyre interaktive që në forma në pamje të parë të thjeshta fillon dhe krijon atë, ç'është një fëmijë në atë kohë, ç'është kjo histori, sa të izoluar kemi qenë, kush ishin arsyet, sa të varfër kemi qenë rreth parë, se sot ka dhe një kështu rikthim me këtë ide në një nostalgjie, domethënë prap izoluese, sikur kemi qenë mirë në atë kohë. Po të shohësh vetëm 5 imazhet asaj kohe kuptohet që varfëria ka qenë ekstreme nga izolimi. Unë mendoj që një nga problemet më të mëdha që ka diktatura ka domethënë izolimi. Varfëria ekstreme, shtypja ekstreme, propaganda ekstreme. Izolimi, domethënë të drejtat dhe liritë e njeriut që nuk mund të lëvizë kudo. Lëvizja e lirë për mua është thelbi i demokracisë. Nuk është thelbi i demokracisë këto që ndodhin edhe sot, domethënë, sepse edhe sot fakt kemi një vanitet pushteti që është pothuajse i asaj kohe. Kjo ka ndodhur edhe përgjatë periudhës së Berishës, akoma më shumë edhe përgjatë periudhës së Ramës. Ardian, mos po rrëshkasim politikë. Jo, po shumë mirë, mua më pëlqen që rrëshket në politikë, se tani në mungesë të një galerie kombëtare, në mungesë të muzeut kombëtar, në shuarjen e këtyre galerive të vogla që gjithsesi me zim bjetojnë dhe i japin edhe atë shijen artistike kryeqytetit, po thuaj se artistët e të gjitha formave të artit janë strehuar atje tek kodi dhe do, duke shkuar atje, e përkulin pak shpinën. Edhe e kanë humbur atë, kanë edhe ata një frakturë. Edhe ka humbur ajo rezistenca e tyre. Unë duhet jem realist për të vërtetës. Domethënë, edhe ky aktivitet që ne kemi frakturën është në mbështetjen e Ministrisë Kulturës apo Turizmit, si ka sot. Por ajo çfarë ju shikoni fakt ka një shqetësim për të vërtetës. Pra, nëse shumë institucione kulturore që janë shumë të rëndësishme mbyllen në mënyrë, si thua, pa një agenda ose një platformë, domethënë të qartë. Edhe në mënyrë të menjëherë të njëkohshme. Po pra, ky është problemi, duhet të ishte padyshim një menaxhim më i mirë që si edhe në botë nuk ka mundësi që në Paris të mbyllen për shembull 4 muze, 5 muzet më të rëndësishme menjëherë. Dhe patjetër që e merr fuqinë pasaj në një farë mënyre, si thua, një institucion, të cilit për mua unë jam për institucionet hapura, për të vërtetës. Nuk jam për këtë formë, edhe ne si e mendojmë në një lloj provincializmi që e ka dikusha, po unë jam në radhë parë që të ketë sa më shumë hapësira, edhe në anën tjetër mendoj që edhe ne pavarësisht vështirësive që kemi, po përpiqemi shumë që në format tona, domethënë individuale apo të grupi, ta ndërgjegjësojmë shoqërinë, edhe shoqëria duhet lëvizi. Për shembull, shoqëria shqiptare në një farë mënyre edhe përballë kulturës ka një lloj, domethënë, statizmi, ka një lloj distance, domethënë. Edhe kjo ndodh nga që nuk është vetëm institucionet apo politika, po duhet jetë një agregat i madh që neve të kemi mundësinë për të shfaqur një manifest. Nuk ka një shqetësim sot në publik në tërësi për artin bashkëkohor. Nuk ka një shqetësim, të gjithë vazhdojnë të ecin me emrat e periudhës diktaturës edhe në art, sepse fundit ajo kohë punoi kaq shumë për ta, dhe sot i kemi po ata në pjedestalet në thojza. Unë nuk jam kundër që ne ta mohojmë kohën. Patjetër, ajo kohë ka atë vlerë dhe pjesë në vetë në kuptimin historik, se estetik, për mendimin tim, është një art shumë i dobët kur e krahason me gjithë lindjen komuniste. Por ka nevojë që edhe vetë opinioni publik të fillojë të lëvizi, sepse fundit dhe shoqëria shqiptare, mirë apo keq, ka lëvizur, shkon e vjen, ka një emancipim pak më të madh përsa i përket sfidave, domethënë edhe të artit bashkëkohor, por edhe të artit në tërësi. Kështu që është shumë komplekse për i të vërtetës, se sa për të ndarë me thik, ose për të dhënë vetëm një pjesë, unë e shoh gjithmonë nga të dy anët e medaljes. Nuk mund ta shoh vetëm nga ajo çfarë sjell sot qeveria, që ka problematikat e veta, absolutisht, por duhet parë dhe nga ana tjetër kur nuk e... Shiko tani po flet për një publik të cilit i mungon kultura e edukimit estetik.
Po flet për një publik i cili ka pas një edukim estetik atë të periudhës komunizmit dhe në këto 35 vite një edukim me talava, domethënë ka shumë pak publik që të ketë vërtet një shije të kultivuar. Beti, ja për shumë këto ekspozitat tuaja, kush vjen ishe? Kam përshtypjen që më të interesuar janë turistët e huaj, se sa qytetarët shqiptarë. Pa tjetër që ka një ngërç, por ne bëjmë maksimumin, do më thënë. Edhe ka një informim edhe më të madhe nga publiku, po gjithsesi ne duhet vazhdojmë të ecim para. Pastaj ka edhe një gjë, Beti, ta themi ashtu siç është. Nëse Edi Rama promovon Noizin edhe nëse Sali Berisha promovon Çilietën, çfarë do presësh ti më shumë nga kjo histori? Domethënë, tash jemi një çik, çfarë do të presim edhe nga i publiku që unë po përpiqem, si thua, ta sensibilizoj në një farë mënyrë. Domethënë, kjo është e vërteta jo e madhe. Ata janë artistët e masës, artistët që përfaqëson ti janë pak më elitar. Që domethënë, patjetër që unë nuk jam kundër që ti të jesh pjesë e votës edhe me këtë lloj kategorie, por ama një qëndrim për një art elitar, patjetër jep mesazh në publik. Patjetër i sjell publikut, si thua, një qasje tjetër. Dhe hapasapi mund bëhet një lloj sensibilizimi më i madh. Në rast se në Shqipëri kjo qasje është pak më e ndryshme, çfarë ndodh me artistët shqiptar, veçanërisht ose mbi të gjitha me këta të artit bashkëkohor, kur përballen jashtë në ekspozita që bëhen atje, apo në bienale të ndryshme? Më thënë, është një përballje ndryshe me publikun atje? Patjetër që është një përballje e cila ka, si thosh, një kontekst tjetër dhe unë mendoj që shumë nga artistët shqiptarë, si edhe ne, përpiqemi që të sfidohemi në një farë mënyrë me atë lloj publiku, së pari. Së dyti, unë pak para javësh isha i ftuar te kjo, si thosh, projekti që flitet për 4 vite të ardhshme, domethënë, të kulturës, dhe aty kemi diskutuar gjithë këto çështjet, çfarë mungon, domethënë, sot. Mungon statusi i artistit, në radhë parë, që është shumë i rëndësishëm. Statusi i artistit sjell shumë, si thua, përgjegjësi për artistin, po edhe përgjegjësi për institucionet. Nuk mund të kemi status ti vetëm që mund të regjistrohesh për pas një nipt si artist, si individ. Dhe shumë çështje tjera që mund ta kishin si thua, sjell në një situatë shumë zhvilluese çështjen e artit. Mungon qyteti i artit, që është prap një problem tjetër. Qyteti i artit do të thotë siç e kanë në botë Parisi, Londra, apo edhe qytetet, mu themi, dytësore në thojza, ku ka kapanone të mëdha, ku artistët jepet, si thuesh, me një minimum, kër i thënë qira, e mos them me pa qira, po ama, që paguajnë detyrimet, ujë edhe korrent, dhe atje, në fakt, krijohet edhe një hapësirë për një galeri, për workshopet të mëdha, pra këto lloj atmosferash duhet ishin të zhvilluara, domethënë, në kohë. Dhe nëse do të zhvilloheshin në kohë, dhe nëse do të zhvillohen edhe shpejt me një herë krijohet një qasje tjetër. Në raport me Kosovën, si është arti shqiptar ose kolegët e tu artist? Kam përshtypjen që atje ka një tjetër frym dhe gjithmonë Kosova ka qenë më përpara. Tani, kemi dy momente. E para, buxhetet kanë shkuar në rritje në Shqipëri, po jo domosdoshme, domethënë për kulturën, kurse Kosova ka qenë gjithmonë shumë më lartë se ne, absolutisht. Dhe Kosova ka bërë edhe disa akte, si thua, për ta promovuar artin edhe për të krijuar një kulturë të re dhe të marketingut të artit. Që do të thotë, u bë shumë vite që Kosova ka një buxhet 100.000 euro për të blerë vepra arti që ja dedikon koleksionit të galerisë kombëtare. Sot, për shembull, Galeria Kombëtare e Shqipërisë ka koleksion deri nga viti 2000 ca, domethënë, sepse mungon fondi për blerjen e veprave të reja. Po ky fond kthehet deri diku dhe rregullator dhe për marketingun, sepse krijon, si thua, një shkallë, domethënë, të çmimeve që kanë artistët, sepse edhe sot ne kemi këtë problemin e kakofonisë madhe, domethënë, të marketingut, të cilët ti nuk e di realisht një vlerë apo një çmim që ka një artist i cili në botë fakt ka kuotat e qarta. Dhe kjo të gjitha e ka çorganizuar
hap pas hapi, si të thuar, situatën, por mendoj që prap ka zhvillime pozitive që nisin shumë nga individët për hir të vërtetës dhe që ka dhe një bashkëpunime, nuk duhet ta shoh edhe këtë punën e institucioneve apo Ministrisë së Kulturës si një gjë të ndarë, por duhet punë më e madhe. Dhe këtë punën e kësaj platforme, që unë po e them, ne kemi vite që e themi për hir të vërtetës. Duke qenë vite që e themi, patjetër që duhet ishte bërë një punë më përfaqësuese dhe më e plot përse i përket menaxhimit të artit. Si mbijetojnë artistët shqiptar? Kush i blen punët e tyre? Po, patjetër, kur thua si mbijetojnë, domethënë. Ka paka shumë, ka një lloj tregu të vogël koleksionistësh, po që janë të pak konsiderueshëm, po ti mendosh. Domethënë, neve duhet ishim në atë lloj qasje, domethënë se ti ke qasjen frankofone, pra siç e ka në tërësi Europa, dhe ke qasjen anglosaksone, pastaj që gjithë, si thuash, institucionet e artit janë jo publike. Kurse ne duhet kishim, si thuash, një harmonizim më të mirë me institucionet publike, dhe pastaj edhe me këto rrjete galerish, apo qendrash arti, apo gjithashtu edhe koleksionet të cilat do krijonin, si thuash, një lloj agregati shumë të mirë ku artisti do ishte në qendër të vëmendjes. Në fakt sot themi atë që është artisti gjithmonë është, si thuash, i zbet edhe i mpir për sa i përket marrëdhënies me marketingun, shitjes veprës së artit, koleksionimit, publikimit, domethënë nuk mundemi ne të vazhdojmë me këtë idenë që duhet t'ia lëmë artistit në dorë. Artisti duhet bëj punën e tij dhe duhet patjetër të kishim ato që quhen zyrat e këshillimit, të kishim këto urat e vërteta të bashkëpunimit dhe ajo çfarë është e keqe e madhe që ka Shqipëria. Qysh në fillimet nuk kam këtu majtas apo djathas, sepse mendoj që gjithë janë në këtë pjesë, është që institucionet identifikohen me individët, nuk identifikohen me vazhdimsinë. Edhe kemi sot edhe këtë, kur the për Bienalen, identifikohen me individët. Duhet që të ketë një vazhdimsi, duhet ashtu siç e ka dhe bota, domethënë individët kontribojnë për vendin, për institucionin, për të vazhduar, si të thuash, publikimin, menaxhimin edhe performancën, mund të themi, të artit edhe të kulturës në Shqipëri. Dhe për ta mbyllur sërish me frakturën, vitin e kaluar ishit në Spaç, kësaj herë jeni tek Shtëpia e Gjeteve, vitin tjetër me siguri do të jeni sërish në një objekt tjetër. Do jemi në Qafbari, sepse do vazhdojmë shumë të japim deri diku jetë atyre vendeve të cilat janë lënë, domethënë në rënim. Ne kemi edhe idenë e Spaçit, kemi gjithmonë si aktivist kemi kontribuar në mënyrë modeste që Spaçi të kthehet muze. Ka një tentativë, domethënë, për këtë, por gjithsesi unë mendoj që individi hec më shpejt se sa institucione, dhe ky është problemi më i madh, domethënë, që ka, si thosh, në një farë mënyrë Shqipëria dhe ne. Pra ne duhet të ecim me hapin e kohës, po jo duke thënë që do t'i bëjmë, po që duhen bërë. Unë të falenderoj që ishe në studio, edhe njëherë i ftojmë teleshikuesit të vinë të ndjekin këtë ekspozit, ku të kuruar nga Alton Koritari, ku artistët pjesëmarrës jeti, pra Ardiani Sufi, është Berina Kokona, Fabrizio Belomo, Ergys Kirsiko, Ervis Gjini, Kristiana Çene, Ena Bulku dhe Altin Çelmeta. Deri në cilën datë do t'jetë? Është për një muaj. Hapur dhe është pjesë e Shtëpisë me Gjete. Pra, si thuash, viziton në ekspozitën, po gjithashtu dhe Shtëpinë me Gjete dhe kundër. Të paktën me turistët e shumë që vizitojnë Tiranën. Shtëpia me Gjete është në fakt një destinacion. Vizitat e turistëve të paktën i ka të garantuara. Të falenderoj shumë që ishe në studio. Nderuar teleshikues, kemi pak minuta publicitet, mos u largoni sepse kolegu Andi Kurti ka përgatitur një intervistë shumë interesante me një ish gazetare të vjetër, me Valbona Sulçen, për të folur për një projekt shumë interesant. Bëhet fjalë për 10 kolege gazetare shqiptare dhe të njohura që do të vinë nesër në teatrin eksperimental në orën 18:00 për të ndarë rrëfimet e tyre, karrierën e tyre, por edhe vështirësitë me të cilat përballen. Se për çfarë bëhet fjalë e ndiqni më njëherë pas publicitetit. Ju falenderoj që na ndoqët, bashkë do të rikthehemi sërish nesër në orën 20 me lajmet dhe me orën e betit. Faleminderit.